Një njeri që e ka prish gjumin, apo e ka thy nefsën e vetë, kojtën e ti për gjumë, ka arë me falë namaz sabat, wallahi billahi. O bëj bene Allah zogjelë, se kjo është fjallë e madhe, po për mju kazurën si në kësaj. Mi adhon 10 miliard euro, kur që zbën, nëse ke pagu, lirë është ato. Lirë është. Qështë më lirë, po ka njerëz e prishin gjumën e ma heret për 200 euro me shkun punë, e pa ata për punë të tërës. Kush vjen të Allah o gjellë, kush e prish gjumën për Allah, apo lirë është këtë dynjën me adhon ato. Lirë është ato. Pse? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rek'at al-fajr, 2 rekat e sabat, që i falë që qëtashti, sa kushtojnë ja Rasulullah, sa i pagun Zotit, nëse dim, që për mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa kushtojnë? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është fjallë e Rasulullah, 2 rekat të sabat që na i falëm, janë më të shtretat tek Allahu, min ad-dunya wa ma fiha.